Kam një hall të madh shumë e ka shkruajtur fjalën shumë 7 herë. Është xheloz, pra xheloz i smur për xhelozis. Edhe në gjumë thot, qohet dhe më shikon nga fytyra dhe prishet në fytyrë. Kam 3 vëllezër, po kam frikë t'u tregoj atyre, kam 3 djem, 22, 29. Ky thot kur ka qenë i ri, pra kur ka qenë i ri nuk kalon poshtërsi pa bë dhe tani thot i është kthyer sikur unë i bëj ato poshtërsi. Unë nuk e kuptoj pse një femër duhet ta stresoj veten kaq shumë. Nëse burri denaturalizohet, shnatyrohet, del nga qenia e tij njeri, si në këtë rast, i lejohet gruas të kërkojë divorcin. Që ai të thrasi mendjes dhe të kuptojë se çfarë po humb. Se ka disa njerëz që nuk e kuptojnë mirësinë që ka dhënë Zoti i grup të mirë, derisa ta humbin. Kur e humbin, çajin me lot, me orar. Vjen ora 4 masditës, fillojnë të qamen deri në 12. Amo duhet ta humbin një herë, pastaj ose të rrezikojë ta kuptojë që ikën fëmijët nga shtëpia, iku dhe gruaja, atëherë pastaj i thret mendjes. Ka njerëz të tillë. E rëndësishme. Po mund thotë jo, po s'ma ba zemra më unë ta, po kam frikë se kalamajt si do të... Turo, qepe gojen, e mos e pyet hoxhën, ul kokën, edhe që e ka shumë i mirë ky. Pra, unë nuk e kuptoj frika se do të na shaj njerëzit, po çfarë do të thonë njerëzit për ne, po si do të rriten fëmijët me prindërt, or zotni, ti shif, gjëja parë që do të shofësh është jeta jote. Zoti i madh që lejoi divorcin, Allahu e ka parashikuar gjendjen e fëmijëve si do të rriten. E di Zoti atë punë. Pse duhet shkatërrojë një femër jetën e vet me të tilla situata? Pse duhet shkatërrojë jetën e vet? Po di divorc, shkon në shpitat atje. Ai po u kthjellu dhe u bë njeri, elhamdulillah bashkoheni prap. Lejohet bashkimi mas divorcit në Islam. Ai po ngeli ashtu pastaj i denaturalizuar, po ngeli çnjerëzor, më mirë letria ti ke shtëpia vet, ke kacollja vet, ke hoteli vet, ke burgu vet. Ndoshta ka nevojë për burg, ti vin trunt në vend.